Kurdi ka një aftësi të jashtëzakonshme për t'i deviju debateve të vërteta me alternativa të paqena dhe për të saju zgjidhje. Kjo përfshin jo vetëm propozimin për përfshirjen e Kosovës në Vlorë, por edhe propozimin për gazifikimin e Linitit. Një propozim i cili tani pa prit mas shfaqet, pa qenë asnjëherë as pjesë e strategjive, pra është improvizim dhe pretekst për ta shmangur këtë lloj kërkesën amerikane dhe projektin konkret i cili është parashef portin e Aleksandropolisit në Greqi që të jetë pika hyrëse e atij që shërbatet quajnë korridori vertikal i hyrjes së gazit amerikan, i cili eventualisht do të përfundojë deri edhe në Ukrainë, pra pjesa këtej manlindje. Dhe parashet që edhe Kosova të bëhet pjesë e këtij korridori përmes gazsjellësit që pastaj jo të heqë dorë nga kapacitetet e veta ekzistuese, as të heqë dorë nga energjia e përtryeshme, po thjesht ta diversifikoj prodhimin në disa burime të ndryshme, që të mos ketë nevojë për importet e kushtueshme që janë 750 milion vitet e fundit. Pra, kërkesa është shumë konkrete dhe është një kërkesë e cila është në përputhje krejt me interesat ekonomike dhe të sigurisë së Kosovës, përgjigjet e Kurdit dhe fakti që SBA detyrohen që publikisht ta bëjnë këtë debat, tregon që ai është refuzues ndaj një projekti që është strategjik për sigurinë e Evropës, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po detyrimisht do thoja unë edhe për sigurinë e Kosovës.